burrat në NHI e lozin ku vendojnë, pika që subie se nga gratë rojt. Fiksi në vargjet e Çajupit ishte reatuar I pari qeverisë Edi Rama në Vlorë, teksa në mes të zhurmave të banorëve dëgjonte ankesat e tyre për zyrat e shtetit. Rasti së moshuarës në Berat që gjeti zgjidhje me shkarkimin e drejtorit aluizmit, me sa duket mori dhen, dhe sot lënjatët gati sa nuk uzon me njëri tjetrin, se kush e kush do merrte I pari mikrofonin për të dëgjuar kryeministri. A ka mundësi me radhë po deshe? A ka mundësi me tjesë për të përsi? A ka mundësi me radhë? Salë, po më dha le kryeministri do lëun. Me një situatë të tillë pothuajse të dal nga kontrolli, Rama ndërhyri vet. Juve burrat do prisin sa të mbarojnë të gjitha gratë. Dhe mos I ngrini dorën fare. 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 Urdo, jo, nuk ka dy gra një burr. Gratë në fillim pastaj burrat. Lutem shumë me zor nuk e merr dot mikrofonin. Mos na se jemi dhe në sy të botës na shikon tër bota në televizor. Zotrote nuk të ka vënë njëri të kontrollosh mikrofonin ty. Mos na se po na krijoni situata të pa kuptueshme këtu. A ka mundësi, a ka mundësi të qetësohesh po desh e thon pastaj pse u shpall porësia në Vlorë. Shqetësimet e banorëve ishin nga më të çuditshmet, nga ato letrare, e deri te një banore që kërkoi ndihmën e kryeministrit, pasi vuante nga një sëmundje e rëndë, por që u shpërfill prej tij. Pavarësisht nivelit cilësor I letërsisë së sonë shqiptare, nuk është atje në raporte me gjinit e tjera. Tani kam pa punë, ky djali ima I pensioni si del as për të ilaçet e tija, po dy fëmijët ku xheja ushqej. Por hipotekën nuk e harroj dot, vajzën e çova në varr, po hipoteka po më çon për ditë mua dhe familjen time. Banoj në Tiranë dhe kam ardhur sot nga Tirana ka stend për juve. Në pallatin ton, unë jam zonja e tretë, është diagnostikuar e katërta zonjë me kancer. Me gjithë luftën që po bëjmë për të jetuar, nuk fitojmë dot luftën nga ambienti. Në pallatin ton janë dy pajisje që pjekin mish dhe fillon djegja e fëmijërit në 7 mëngjesit. Deri në 12 natës. Kjo çështje për mua kjo mikrofoni të zonjës. Ankesat e banorëve janë më së legjitime për Ramën, por nga ana tjetër shfaqsojnë aluizmin për mbivendosjen e pronave që nuk janë krijuar sot, por që prej disa dekadash Rama I ngacmoi vlonjatët për mungesën e theksuar të durimit. Zyrat e shtetit administratës qendrore kemi probleme të mëdha në Vlorë. Unë e di që fjala durim në Vlorë është fjalë huaj. Është një gjuhë që asnjëri nuk e përkthen. Edhe prandaj s'ka vlonjat me emrin durim. Nuk ka. Ka vlonjat me emrin durim. Ja të ardhur ata që quhen durim. Vlonjat, safi me emrin durim nuk ka. Durim po, durim jo. Në bashkëbisedim, Rama padashje pranoi se lista e zezë që u publikua në Facebookun e tij kishte në tabel qitjeje persona që nuk duhet të ishin, kjo edhe për shkak se akuzuesit ishin anonim, e kundërta sipas tij, do ndodh në platformën e re të koalicionit bashkëqeverisës. Jo me qytetar digjital, si te Kazani I Saliu. Po me emër, me mbiemër, me identitet, I dali për zot gjithkush asaj që kërkon ose asaj për cilën ankohet, jo t'i bjerë një qafë njerëzve kot. E I ndodhur në Vlorë nuk mund të linte pa thumbuar me spond edhe dulen e ndokën. Në mënyrë që kushdo që do të kontribuojë në këtë bashkëqeverisje të regjistrohet si antar I koalicionit. Futen në për koalicione Evangel Dulja me Nart Ndoka. Çka kanë ata më shumë se ju? Çka ka Nart Ndoka më shumë se ai që mrin këmbë atje? Ka qenë fillim. S'ka asgjë, përkundër.